Më shatë ti si me ndonë në këtë referendumi që kemi pres nësër. Tani u mendoj që kjo që ka bërë Sali Berisha, duke asgjësuar zgjedhje dhe duke konkuruar i vetëm, duket paradoksale, po për mua i ka bërë një të keqe të madhe PD-s, po i ka bërë një të mirë të madhe shoqërisë. Në ç'kuptim? Në kuptimi që i ka bërë të keqe të madhe se PD-n në synet e publikut e nxjerrë si parti personale, e nxjerrë si parti pagar, jo demokratike, si parti që po shkon drejt zvoglimit, që nuk është alternativë, e të gjitha këto me radhë. Këto të qia ja ka bërë padyshim PD-s. Por, do të bëja unë të njëjtën vrejtje që ti bëre zotit Zogaj, zotit Rakipi, telefonin. Se kjo duhet jetë e vlefshme për gjithë telefon. Më shkruajnë dhe këta, je këta. Po të gjithë në shkruajnë. Jo, këtë drejt, nuk... Për qënë barabartë. Po përpiqem të justifikojmë dhe unë tani. Mirë. Pra, kjo është e keqja që Berisha i ka bërë PD-s. Por i ka bërë një nder shumë të madh shoqërisë, në ç'kuptim? Sepse ky ka qenë një muaj e gjysmë, që kanë nxjerrë përballë publikut të gjitha ata njerëz që në mënyrë paradoksale shqetësohen më shumë për demokracinë në PD se për demokracinë në Shqipëri. Pra ti po të masësh fjalën e gjithë personazheve publik që kanë të erdhur lot për demokracinë në PD, nuk kanë bërë as 10% saj për të folur për zhdukjen e demokracisë në Shqipëri. Dhe duke bërë këtë harakiri për partinë e vet, ka marrë në gropën e vet Saliu dhe të gjithë ata që janë shfaq gjithë të muaj e gjysmë nëpër studio për të po çfarë po e gjen PD-n. Ndërkohë që kur vjen fjala çfarë keqësi e ka gjetë Shqipërinë për mungesë demokracie, kur nuk qire, nuk bërtasin, nuk kulërasin, me të njëjtën timbër zëri, si të qajnë demokracinë PD. Dhe unë mendoj, dhe unë mendoj, duhet opozita për të arzuar këtë të keqe. Është shumë e rëndësishme demokracia në vend, se sa demokracia në një nga partitë. Kush të arëzoj pastaj po të mos jetë opozita? Këtë tjetër, një minut, këtë tjetërin kishe ti, kush të arëzoj? Unë besoj. Ti dhe uno? Ma bërë pyetjen. Më mirë të të kisha lënë telefon. Po. Ma bërë pyetjen. Po do të pyetjen e... Unë besoj që sa do jo perfekte dhe me defekte tjetë demokraci. Të vazhdoj kështu të ati. Po u la e lirë i gjen forcat balancuese. Po s'pati, nuk ka. Po i ka gjetur. Kështu që këtë të mirë duhet ja njohim Saliut me gjithë varin që po ja PD-s. Do me nxjerrë se s'bën 1-1. Shiko si është problemi. Nuk ka qenë kjo në tema. Po tema, ka qenë tema për ne na ka thirrë dhe yulli dhe herë tjera për të folë për zgjedhjet në PD. Dhe PD-ja ka pas zgjedhje. Nuk ka qenë tema e demokracisë në Shqipëri. Kur ka qenë tema e demokracisë në Shqipëri, si na marr hiç me Saliun as me PD-n, pra kësaj radhe tema ishte kjo, kështu që nuk ka pse të ironizohen studiot. O preç, nuk ke pse del në mbrojtje gjithë aty, se ky është një fenomen, pra mos u bë ti zëdhën si këtyre. Se unë nuk të quaj të këta, por unë hapja për dit, kam një muaj e gjysëm që hap gjdo emision televiziv darë, dhe të gjithë derdhin lot për demokracinë PD. Po të kishin derdhur 10% tyre lotve që zhduk demokracia në Shqipëri. Po si derdhin sepse janë me dramën, o zotë. Njerëzit janë shumë ti... Po ata që janë... Po ti këtë do qashtë që janë me dramën këta. Ta kalojnë me Saliun, po të fitoj nesër mu. Ata që janë me Edi Ramën, ata nuk kanë të drejt të derdhin lot për demokracinë PD. Atyre si intereson PD. Ta tha ylli. Unë nuk jam e PD-n. Unë s'derdh lot për PD-n, se unë s'dua as të fitoj PD-ja, as nuk e votoj PD-n. Unë më shqetëson partia që jap votën. Po këtu ka njerëz që votojnë për Edi Ramën dhe i qajnë hallin PD-s. Dhe Saliu na e bëri këtë nder që i nxori dhe ata herë. Unë dhe ti kemi kohë gjatë që votojnë për partitë e vogla. Se dhe po zvajtje ti, unë që kam qenë aty, ky që ka qenë aty më përpara nesh, nuk ka më parti demokratike. Po zvajtje ti dhe unë. Ti vete dhe voton tjetrin. Unë vete votoj të voglin. Ti dhe unë bashkë. Bile deklarim dhe votën. E kemi deklaruar dhe në studio dhe të gjithë. Ky bënd një të një. Unë për asyri mund të votoj për i partija. A iki ata që japin votën këshu. Po usoll këshu,
Kuj do t'ja, kush, votat e kuj do marrë kuj më? Keq më shumë për Për këtë po themi për. Jo, ajo që theti. Po këtë po themi. Unë zjedhë... Po nësë po themi në emër të dramës këtë. Saliu në varrin që po të qonë PD-n, diskreditoj dhe një komplet një elit. Do shta kemo, këtë Një drejt elit të studiove televizive që i qanë hallin demokracisë PD. Se kjo është ironia me madhe që ndodhe. Edhe kjo është lidhje që e bën tjebur, nuk ka... Unë e bëj më unë, Është të mija të po është them. një pjesë media, sa një ke parë një pjesë Tani, kjo është tema, sepse më vje keqë, se do t'jemi logik. Kjo temë ka qenë kësaj radhe. Kurse është kjo temë dhe e the ti, dhe s'kep se t'i vem... Qartë më qartë. Ka është mbi tjellë që i them. Dakord, po kush do ta sjellë zgjidhjen? S'ka demokraci, qeveria korruptuar etj. Po zgjidhja nga vjen vetëm nga opozita, nuk ka zgjidhje tjetër. Shënoje këtë, nuk ka më. Tu jemi tani. Unë jam e preqin opozita, përgjigjet, nëse opozita, këti imperativi, këti misioni, i përgjigjet me zgjidhjen më të keqe, si s'do flasësh ti? Se ke kohë ja maroja, dhe Saliu maronë sot i javë, gjithë vitin do flasin për qeverinë, prapë. Prandaj e vura... Kjo është problem madhor, në dukje nuk mund ta vesh në balans kohë pas sens. Prandaj e vura në dukje këtë paradoks preç, se unë jam dakord që po, ndryshimi ndodh nga opozita, nga alternativë. Por në një vend, se unë jam dakord t'i bësh gjithë vrejtjet opozitës, duke pasi ke thënë, Rama është hajdut, Rama është i korruptuar, Rama vjedh zgjedhjet, por këtu opozitës ja qajnë hallin, ata që nuk thonë asgjë të tillë. Këta thonë sa keq është Shqipëria prej Saliut, ndërkohë që Saliu ka 13 vjetë që ka çelsat e kashtës. Shkan jetën tonë e vendose Edi Rama. As këta Belinda Balluku Erion vetëm Edi Rama. Secili ka mendimin e vetë dhe ato që flasin për studio, nëse janë ata, ka plot nga ata që nuk janë me PD-n, që bëjnë këtë që thonë, u ka dalë në shteg. Unë për shembull, unë kam votuar, si tha Ylli, unë kam votu kandidat PD-s. Kam votu dhe shkon për PD-n, se pavarësisht se shkon për PD-n. Votimi kandidat shkon për PD-n. Atëre ty të dhëmë. Mua nuk më dhëmë, që nga 2... Jo, nuk i dhem, jo, ka kohë që nuk voton për... Asu nuk voton për atë. Po mima i voton për një parti opozitare. Po, unë s'kam votu për atë. Po kemi djegur në votat për t'ja dhe për të bëjmë për këtë tjetër. Për të ndërtuar në qeveri që tjetër kemi djegur dhe këtë unë. Kërkoj do të Saliut, se ju ja kërkoni se e keni votuar. Vetëm kaq, nga momenti që ti edhe tjerë si ti shqetësohen për demokracinë vend, edhe me njëherë mendja shkon të zgjidhja. Zgjidhja është opozita. Opozita e vogël ka pesh, po opozita e vogël nuk e përmbys. Jo, preq. Kjo është besoj që ndershmëria intelektuale të kërkon të denonsosh njerë mungesën e demokracisë në vënd, e pastaj kush e bën do të ndryshimin apo jo? Unë nuk flasë në emër të askujt, jo, në mënyra se si, dhe me thënë, për ta balancu, ne jemi duke folë për një temë, unë nuk jam kundër balancimit, por kur flasim për zgjedhjet në PD kanë qenë ngjarje kësaj kohe. Kalojnë këto, vjen tjetër. Zgjedhjet në PD kanë qenë ngjarje, po pra, zgjedhjet në PD kanë qenë ngjarje e... U ka dalë shtek Saliu kundërshtarëve të vetë. Do ta dish dhe këtë? Analistëve që janë kundërshtarë të Saliu, u ka dalë shtek, sepse ka shkel nenin që ndalon të kandidoje, ka shpik nene për të ndalu ata që kandidoje. Po, jam dakord. Edhe nuk ku do dali, se do doja një mendim nga tyre, të kenu një ide ku do dali me këtë, se kjo bën mu. E di dhe vetë Saliu që kjo bën mu. A të shko me nëse din që bënë mu? Se e njefa për jo? Po, kjo është e dyta të sqaroj të parën që the.